Doktor Camaj ka zgjedhur të rrëfejë nëpërmjet përballjes së dy realiteteve. Romani Brenga, ky enumeracion dual të ndryshe me dy miq, dy rrugë, dy sisteme, nuk është gjë tjetër veç se metafora e ndarjes së shqiptarit në shekullin e 20, midis mundësisë dhe pamundësisë, midis zgjedhjes dhe imponimit. Është pikërisht narracioni i doktor Pashko Camaj që duke vendosur përballë Toninin dhe Markun si dy mënyra të ndryshme eksistence, Tonini, Amerika, personifikimi i lirisë, si mundësi për të ribërë falguximit, dëshirës për horizont, dhe Marku është Shqipëria, si mbyllje dhe pamundësi zgjidhjesh. E ndryshimi na afron planet e veprës në kufijtë e personazhit, pra ne ndihemi të tillë kur e lexojmë. Liria, ai trofeu midis dy miqve, nuk ka të bëjë vetëm me guximin për të vepruar, po edhe me barrën e zgjedhjeve. Kur Tonini i lirë zhytet në anktin e fajt, Marku i robëruar ruan një lloj pasërtie tragjike. Pikërisht këtu qëndron vlera rrëfyese e doktor Pashko Camaj, kur përmbys idenë se liria nuk është shpëtim apo zgjidhje absolute për qetësinë dhe lumturinë njerëzore, por as mungesa e saj nuk e shkatron dinjitetin njerëzor. Shkrimtari ka dëshmuar me këtë vepër se e njeh shumë mirë metafizikën e lirisë. Brengën, autori e sjell si një dëshmi të kujdesës kolektive. Ai është njohës kaq i mirë i një prej diktaturave më të egra në Evropë. Dhe pse liria, mirëqenia dhe karriera në Amerikë mund ta joshnin me harres. Camaj, me këtë narrativ është një lloj Tonini, që brengën e tij për vëllezërit shqiptare shlyen me këtë vepër. Tonini guxoi dhe zgjodhi lirinë, por nuk shmangu dot ndjenjën e fajt, kurse doktor Pashko Camaj guxoi me brengën, si misionar i ndërgjegjësimit dhe krenarisë kombëtare. Koha për doktor Camaj është një spirale, ku e shkuara e tashme dhe ardhme bashkëjetojnë. Filozofi Martin Heidegger, në veprën e tij Qenia dhe koha, argumenton teorinë brillante të qenurit i hedhur në botë, ku thotë, njeriu nuk zgjedh rrethanat, por zgjedh të përshtatet me to. Dhe pikërisht Marku është ajo figura e hedhjes në një botë armiqësore, kurse Tonini, ai i hedhjes në një botë të lirë. Brenga është pikërisht ajo ura midis fatit dhe ndërgjegjës, që shtektimi nuk e shkurton, por e zgjat. A mjafton liria për një zemër të munduar nga faji? Është retorika që përshkon romanin për ta marrë përgjigjen pasi e ke lexuar. Një liri e tillë është një breng, është robëri mendje. Tonini nuk shpëtoi dot mendjen, duke e larguar fizikisht trupin. Duke na kujtuar Dostojevskin, tek vepra Krim dhe Ndëshkim, me mesazhin se faji është më i fortë se ligji dhe ndëshkimi nuk është juridik, por shpirtëror. Nga ana tjetër, Marku i afrohet shumë perceptimit të njeriut nga Albert Camus, njeriu hero, por që heroizmi i tij është absurd në shoqëri ku ai jeton. Megjithatë, ai është përfill absurdin me dinjitetin që përfaqëson kuptimin e jetës. Lexon romanin dhe ti kupton se shkrimtari para se t'i hedhë në skenë këta personazhe, i ka bërë një skaner me syrin e filozofit. Ai nuk sjell evidenca apo ditar historik, por një skenë të tërë interpretimi të një realiteti ku secili do të ndihej shumë pjesëmarrës për nga emocioni. Megjithatë, doktor Camaj ruan një lloj autenticiteti, duke zhvendosur këtë dialog në një kontekst historik shqiptar. Shpesh vepra e tij gjatë leximit më kujton madhështinë e Milan Kunderës, ku historia kolektive prodhon fatin individual, po aq sa e kalon atë në drejtim qartësisë morale. Brenga është një mision për mos harruar. Brenga është atë dhe dashuri që mjekon plagët e vjetra të dheut. Brenga është një zë për shqiptarinë në dyert e politikës ndërkombëtare. Brenga është doktor Pashko Camaj, ky shqiptar, ky filozof, ky rrëfimtar, mjek i historisë që merr frymë me ritmin e origjinës. Harold Bloom, një nga kritikët më të dashur për mua, duke parë qartësinë morale të veprës së doktor Camaj, do ta pyesja. A krijon romani një figurë që mbetet? Dhe Brenga kur e lexon do të përgjigjej Bloom, e krijon. Është Marku, tragjizmi që ja doli të rezistoj në një vend ku e keqja është normalitet. Është Tonini, pa që fajtor realisht ndërton një faj simbol për të ruajtur lidhjen me Markun, mikun e tij të ngushtë. Të gjithë kemi nevojë për një pasqyrë të vetes, dhe këtë ka bërë shkrimtari.
Camaj ka ndërtuar një vepër në sistemin e pasqyrave mes dy vendeve, duke na bërë të ditur se rrethanat nuk e ndryshojnë njeriu, po thjesht nxjerrin në pamje më të thellën e tij, nënvetdijen. Në pamje të parë, Brenga hedh dritë mbi dy plagët e një kombi, diktaturë dhe emigracion. Por nëse depërton më thellë në të, do të lexosh mes ngjarjesh pyetjen: a mund të mbijetoj miqësia për te historisë? Përgjigja në roman vjen si klithma Eduard Munch për shkatrimin jo vetëm të sistemit, por dhe ideve që mbi në pyllin totalitar. Njeriu në lirisë me njeriu në vujtjes i bashkon kujtesa. Rruga e vetme e drejtësisë që ofron ky roman etik. Do ta përkufizoja pa frikë të roman si romani i fatit të ndarë për fajin pa krim dhe pa mjaftueshmërinë e lirisë. Fatit mund të ikësh, po a ikën dot historisë. Ajo është Brenga, që nuk shkul dot. A mjafton liria për paqen e brendshme, ku liria është hapësirë dhe paqe që do të thotë pajtim? A mjafton dimensioni i sakrificës, simbolika e kryqit dhe faji si trashëgimi shpirtëror në këtë roman, për të konkluduar se shkrimtari ka dhënë nga vetja më shumë se tradita që përfaqëson. Narrativa e tij që ruan traditën por dhe e transformon, nëse do të kalonte në penën e Thomas Eliot, e sikur ky i fundit do të shtrëngonte fort dorën doktor Pashko Camaj duke i thënë: në një botë të fragmentuar, kjo vepër është kaq e disiplinuar artistikisht. Doktor Camaj, ky shkrimtar epik në hapësirë të jashtëzakonshme, thekson absurdin e sistemeve diktatoriale me stilin e Camusit. Shkruan në plane shpirtërore për të zhvilluar personazhin me psikoanalizë dhe nuk del jashtë ngjyrave të jetës. Unë e lexova Brengën për t'ju treguar sot për të. Por Brenga e vetme që kam unë nga sot është nëse arrita të përcjell tek ju miq atë si një risi narrative apo motivet pse duhet ta lexoni. Brenga e doktor Pashko Camaj nuk jep përgjigje përfundimtare për sistemet totalitare e njerëzit e saj, por ngrej një mal me pyetje që vazhdojnë të jehojnë përtej tekstit, sepse Brenga nuk është ajo që mbetet pas historisë, por është historia që nuk arrin të shuhet brenda njeriut. Dhe pikërisht këtu qëndron forca më e madhe e kësaj vepre, në aftësinë për të na kujtuar se njeriu mund të ndryshojë vendin, por rrallëherë peshën e vetvetes. Suksese doktor Pashko Camaj në rrugën e prozës dhe rrugtim të mbar veprave tua. Faleminderit zonja Dragoti. Emocionet që mora nga analiza që ka bërë zonja Dragoti, gjithë veprës artistike, gjithë veprës letrare të doktor Camaj, mu duk sikur e lexova edhe një herë librin nga fillimi. Ishte aq e bukur edhe e sjella mjeshtrisht edhe kritika dhe analiza e saj. Faleminderit edhe një herë. Një vepër të mirë artistike unë mendoj që e bën edhe fakti që flasim për realitetin dhe njerëzit gjejnë vetveten. Në momentin që ne gjejmë vetveten në një pikturë, në një poezi, në një poem, në një libër, atëherë pranojmë dhe e bëjmë pjesë tonën. Ashtu sikur se e bën të bukur edhe fakti që imagjinatën ja bashkangjisim këtyre fakteve real edhe vetvetes tonë. Dhe këto unë e them me bindje që e kam parë në romanin e doktor Camajt. Mjeshtërimi vete është edhe të bësh kritikë dhe analizë të mirë të një vepre artistike, të një vepre letrare, dhe unë mezi po pres në këto momente të dëgjoj analizën që ka bërë kolegu im, Rafael Ploqe. Zoti Ploqe, selam për ju. Natyrisht edhe këta miqtë e mi mezi po presin, po përpara se të vija këtu një mik më dha i këshill, edhe unë do ta them. Më tha, a ke vesh atë fustanin e gjatë? Që po thuj, thënë? Po ja tha se kumtesa është si puna fustanit. Sa më shkurtër tjetë, aq më të rej se bëhet. Të mes, unë po këthe një analizë, unë dala më tepër pasi profesor doktor Pashkun, mikun tim, një prekosh, kam darë edhe opinionet e mia mbi librin e tij të parë, po do të them atë që nuk e tha asnjëri nga këto dy zonjat. Unë librin lexova brenda një nate. E lexova brenda një nate se të nesër kisha intervistë direkt me doktor Pashkun. Edhe nga që lexova brenda një nate, dikush do të thotë, po ka qenë aq të rreqës sa lexova, po ka qenë. Ka qenë aq të rreqës,
ka qenë aq tërheqës sa më bëri që edhe unë të tërhiqem për të zbuluar ku buron atraksioni i tij. Dhe duke qenë nga ata individ që edhe shkruaj, jam përpjekur të zbuloj të vërtetat e këtij romani. Këtu janë dy botë paralele. Dy botë paralele, bota e Shqipërisë dhe bota e shqiptarëve të emigruar, të larguar. Si i ka dhënë Pashko Camaj, që është nga malësia të dy këto botët, kjo është një fantazi. Është një fantazi për vetë realitetin, për vetë mënyrën e parashikimit, dhe këto botë në historinë e letërsisë njihen jetët e paralele të Plutarkut, por kjo nuk është jetët paralele në atë kuptim, në atë nocion. Janë dy jetë paralele që mbahen bashkë në kuptimin e ndërtimit të romanit nga një forcë e veçantë gravitacionale, psikologjike, që për mendimin tim është brenga. Vetëm shqip mund të thush fjalën brenga, është përpjekur profesor ta jap në titullin anglisht, nuk ja jep dot. Nuk ja jep dot atë çka përmban brenga. Pa shprehjen e vuajtjes, lidhen e ndërsjelljen, bashkëjetesën e dy figurave në dy realitete të ndryshme, shkak, pasojën, evenimentin që një person ndjehet i influencuar nga kjo pasoja një veprimi me dashje apo pa dashje, na ka bërë që të dy realitetet që ndoshta deri diku Pashku i ka bashkëjetuar, por jo i ka jetuar si ne, nga krau i Shqipërisë natyrale. Sepse natyrisht liria në thonjza dhe në periudhën e Titos ishte të gjoja më liberale, por kishte anët e veta. Megjithatë, unë shoh aty një realitet që se gjej fare në letërsisë shqiptare, edhe të pas viteve 90, me shumë të drejtë e përmendi zonja. Ky është një realitet i cili mungon letërsisë shqiptare, pse autorët nuk janë të asaj të reve, ndjejnë anën e vuajtjes, kanë jetuar e kanë dëgjuar nga personat